Çfarë ndodh trupit nëse ha sallam çdo ditë? Zbulimi i tronditës i OBSH-s që po alarmon botën. Një studim i kryer nga Agjencia Ndërkombëtare për Kërkime mbi Kancerin, IARC, që është pjesë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë OBSH dhe Kaseli në Lyon, ka nxjerrë rezultate shqetësuese lidhur me konsumimin e përditshëm të sallamit dhe mishrave të përpunuar. Hulumtimi është publikuar në revistën shkencore prestigjioze Lancet Oncology dhe ngre alarmin për të gjithë ata që konsumojnë rregullisht sallam, salcice apo produkte të tjera të ngjashme. Ky paralajmërim i drejtohet posaçërisht personave që e kanë zakon ta konsumojnë këto produkte çdo ditë, sallam ose mish të përpunuar. Sipas këtij studimi, konsumimi vetëm 50 gramve në ditë i mishit të përpunuar është i mjaftueshëm për të rritur rrezikun për kancer kolateral, përkatësisht kancer në zorën e trash, dhe sa më i lartë jetë konsumimi, aq më i madh bëhet edhe rreziku. Në të kaluarën, IARC kishte klasifikuar mishrat e përpunuar si ushqime me mundësi kancerogjene për njeriun. Në atë kohë u nënvizua se rreziku nuk qëndron vetëm tek produkti, por tek sasia që konsumohet çdo ditë. Pikërisht kjo sasi, nëse është e lartë dhe e vazhdueshme, bën mishin e përpunuar të rrezikshëm për shëndetin. Arsyeja kryesore për këtë qëndron në mënyrën se si përpunohen këto produkte. Shtimi i kripës, erëzave dhe konservuesve të tjerë gjatë përpunimit industrial është ajo që mund të ndikojë negativisht në trup. Sipas studiuesve, këta përbërës mund të rrisin ndjeshëm gjasat për zhvillimin e disa llojeve të kancerit, veçanërisht atij që prek sistemin tretës. Edhe pse lidhja midis mishit të përpunuar dhe kancerit është e qartë, ende nuk ka një përgjigje përfundimtare mbi mekanizmin biologjik që qëndron pas kësaj. Ka disa teori në këtë drejtim. Disa shkencëtar mendojnë se nitratet e përdorura në përpunimin e mishit kur bien në kontakt me mjedise të acideve në trup formojnë substanca kancerogjene. Të tjerët e shohin fajin tek prania e hekurit në mishin e kuq, ndërsa disa teori të tjera i atribuojnë rrezikun ndryshimeve që ndodhin në florën bakteriale të zorëve. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se konsumimi i herpasershëm dhe i moderuar i sallamit ose produkteve të ngjashme cilësore nuk paraqet rreziqe të veçanta për shëndetin. Për më tepër, mishi i kuq në vetvete ka një vlerë të lartë ushqyese pasi përmban hekur, zink dhe vitamin B12, element të rëndësishëm për funksionimin e duhur të trupit. Në dritën e këtyre të dhënave shkencore, rekomandimi përfundimtar është i qartë: konsumoni mish të përpunuar me kujdes në mënyrë të kufizuar, duke parë si një ushqim të rastësishëm dhe jo të përditshëm. Shëndeti i afatgjat varet nga zakonet e përditshme ushqimore.